Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. E dua shumë dashnoren e burrit. Nëse do ta kisha dëgjuar këtë fjali nga dikush tjetër, do të kisha menduar se ishte thjesht një histori e çuditshme, një paradoks emocional, diçka që ndodh vetëm në libra. Por jeta më ka mësuar se realiteti është shumë më i ndërlikuar se çdo imagjinat. Unë quhem Egla. Kjo histori nuk fillon me dashuri, por fillon me dyshim. Dyshimi është se si një zë i ulët që nuk të lë të flesh natën. Fillimisht e injorova, pastaj fillon ta dëgjosh, derisa një ditë e kupton se nuk është frikë, por është intuit. Kështu e ndjeva për burrin tim. Nuk kisha prova, por kisha ndjesinë e fortë se dikush tjetër ekzistonte në jetën e tij, në një hapësirë ku unë nuk kisha vend. Kur e zbulova të vërtetën, nuk u ndjeva e shkatruar siç mendoja se do të ndihesha. U ndjeva empir, ishte një qetësi e rreme, ajo qetësi që vjen kur trupi yt përgatitet për një dhimbje më të madhe. E dija kush ishte ajo, dija emrin e saj, vendin ku punonte, dhe çuditërisht nuk ndjeva urrëtie. Ndjeva kurreshtje, një kurreshtje që më friksoi. Takimi ynë i parë ndodhi rastësisht, ose të paktën kështu më pëlqen ta quaj. Ajo ishte ulur në një kafene të vogël me një libër në dorë, e përqendruar sikur bota përreth të mos ekzistonte. Nuk dukej si armike, nuk dukej si dikush që po merrte diçka. Dukej njerëzore. Ula në një tavolinë pranë saj, nuk e di pse. Ndoshta sepse doja të shija me sytë e mi atë që burri im shihte tek ajo. Ose ndoshta sepse kërkoja një përgjigje që ai nuk ma kishte dhënë akoma. Kur më foli, zëri i saj ishte i butë. Nuk kishte asgjë provokuese, asgjë fitimtare, dhe në atë moment diçka brenda meje u çorodit. Ajo nuk ishte personazhi negativ që unë kisha ndërtuar në mendjen time. Filluam të flisnim për gjëra të zakonshme, për libra, për lodhjen e përditshme, për ëndrat e parealizuara. Asnjëherë nuk përmendëm burrin tim. Ishte si një marrëveshje e pashkruar mes dy grave që nuk ishin gati për të vërtetën e plotë. Takimet tona u përsëritën. Çdo herë ndihesha më afërt me të. Jo si grua që përballet me dashnoren e burrit, por si një njerëz që gjen dikë që e kupton. Ajo më dëgjonte, më shikonte kur flisja, nuk më ndërpriste, nuk më gjykonte. Një ditë e kuptova, nuk ishte thjesht simpati, nuk ishte solidaritet femëror, ishte diçka më e thellë, më e heshtur, më e vërtet. Ishte dashuri. Një dashuri që nuk e kisha parashikuar, nuk e kisha kërkuar, dhe që nuk e kisha lejuar kur në mendjen time. U trëmba. Jo nga ndjenjat për të, por nga ajo që kjo dashuri thoshte për mua. Për martesën time, për jetën që kisha ndërtuar mbi zakone dhe jo mbi ndjenja. Kuptova se nuk kisha rënë në dashuri me të sepse ajo ishte tjetra, por sepse ajo ishte e sinqertë në mënyrën që burri im nuk ishte qenë kurrë. Kur e mora guximin të flisja hapur, sytë e saj u mbushën me lotë. Jo nga gëzimi, por nga e vërteta që më në fund doli në dritë. Ajo më tha se as ajo nuk ishte qenë kurrë e plot në lidhje me burrin tim. Gjithmonë kishte ndjerë një boshllëk dhe tani e kuptonte pse. Burri im ishte pika jone e përbashkët, por jo lidhja jone e vërtet. Nuk pati drama të mëdha, nuk pati përballje të zhurmshme. Pati vetëm një ndarje të qetë nga një jetë që nuk ishte më e imja. Dhe për herë të parë nuk ndihesha fajtore për lumturinë time. Dashuria ime për të nuk ishte rebelim, ishte zbulim. Kur e them me zë të lartë që rash të dashuri me dashnoren e burrit, nuk e them për të tronditur askënd. E them sepse është e vërteta ime. Një e vërtet që më mësoi se dashuria nuk ka gjithmonë formën që ne presim, por gjithmonë ka fuqinë të na çlirojë. Unë quhem Egla, kjo është historia ime. Një histori që nuk kërkon miratim, por mirëkuptim, sepse ndonjëherë zemra gjen shtëpinë e saj në vendin më të papritur.